طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri Fikut, baza dispozitave Umdatul Ahkam të Makdesiut. Kemi arritur tek kapitulli i haxhit, jemi duke trajtuar kapitullin e haxhit. Alhamdulillah dhe po korrespondon tamam me periudhën e haxhit tash, që jemi në muajin Dhulhijja, tash e tutje, apo kemi arritur tek haxhi temettu. Çka është haxhi temettu? Që ky haxh vllazni bëhet prej haxhilirëve tonë. Edhe është përzgjedhur që është një prej haxheve më të mira, edhe është pak më i lehtë, apo utan për mu përballu. Haxhi o tri lloje. Tri lloje na ka treguar Resuli alayhis salam, cilët do që ti e bën e ki kry haxhin me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Haxhi temettu, haxhi kiran edhe haxhi ifrat. Secili ka ato, domethënë ato gjërat e saja. Haxhi temettu është kryerja e umrës dhe haxhit në të njëjtin vit. Domethënë mundesh që tash me kry umrën, shkon e kryen umrën apo edhe mas një javë dhe dite kur është, domethënë ato ditët e haxhit e kry, lirohesh prej ihramit edhe e kry. Brenda një viti duhet me bë umrën edhe haxhin. Çka bëjnë haxhilirët ton? Alhamdulillah, përpara shkeshin në Medinë, tash e bëjnë këtu niyetin për umre. Shkojnë në Mekë apo në Xhidde, se normalisht kur shkon në Xhidde, para se me shkon në Xhidde duhet me bëj niyetin vllazni, sepse kalon kamikati, edhe është problem. Ma mirë as mirës është pak para se me mri, kur je në ajër, në aeroplan, pak para se me mri të mikati, me bëj niyetin. Normalisht mu veshën problem aty në aeroplan, vishesh në Prishtinë, edhe tregon me anoncë që po afrohemi te mikati e bësh niyetin edhe kryet puna. Vazhdojsh. Ti veç ke hin në ihram. Në ihram e dini, s'duhet me pas marrëdhënie intime, s'duhet me pas parfyme të ndryshme, apo me preje, ku e diun e tregtie, gjitha ato gjëra që janë, i hek thojtë, floktë, gjitha ato gjëra, edhe e bën si të shkon në Mekë, shkon në Xhidde, pas Xhiddes pastaj shkon në Mekë, edhe e bën do të thotë umrën. Umra është e lehtë, është për disa orë kryet, edhe e hek ihramin. E hek ihramin, edhe je i lirë me prit pastaj haxhin ato ditët e haxhit. Bukur, presim 5-6 ditë, 7 ditë sa ju bjerë, varsisht kur e kanë aeroplanin që shkojnë apo. Bukur. Pastaj thot, pasi mbarohet umra, lirohesh nga ihrami dhe pasi ke bërë niyetin dhe veshur ihramin, sërish vazhdojnë ceremonitë e haxhit, që shtam. Bukur. Që kjo është temettu, mos e harroni vllazni. Domethënë kur ti pyet dikush, cilat janë tri llojet e haxhit, që me ditë secili prej besimtarëve me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Haxhi temettu edhe një herë bëhet sipas neve që e bëjmë me Bashkinë Islame që shkojmë. Apo, çish bëhet? Më së pari bëhet umre, kryet, dalish prej ihrameve edhe je i lirë. Si të vjen koha haxhit, prap duhet me bën niyet për haxh. Apo, edhe këto të dyat quhen haxhi temettu dhe kjo lejohet mu bë brenda një viti. Një muaj ditë përpara e bën umrën. E lidh pastaj kur vjen haxhi. Bukur. Tash i kemi haxhin kiran, është bashkimi i umrës dhe i haxhit në një niyet të përbashkët, por duke e marr kurbanin me veti. Kjo është më e rëndë. Sepse te temettu e bën umrën edhe lirohesh. Ihrami nuk është e lehtë, ç'është e lehtë. Ata që kanë shku e din. Nuk është e lehtë ti për shembull në temperatura që janë 40-50 gradë. E këtu çka edhe umrën e bën edhe haxhin me të njëjtin ihram, me të njëjtin po themi niyet me fillim. A e bëni niyetin nuk dalish prej umrës, po e prisish edhe, thot edhe haxhin për me kry. Edhe normalisht që është procedurë. Se njerë umrën ti ke me bë procedurën e umrës, nuk lirohesh akoma, pastaj e pret, thot haxhin, edhe është pak më plus asoj duhet me marr me veti edhe delën, kurbanin duhet me marr. Ndërsa me temettu është shumë e lehtë sepse e paguajsh pikë ujit, e paguajsh. Ata saudianët aty ta presin edhe nuk ki asnjë problem. Për atë arsye dhe do thotë Bashkia Islame e ka bë që me qenë më e lehtë kjo gjë. Haxhi ifrat është kryerja e haxhit pa umre. Veç haxhi. Kjo quhet ifrat apo
Dietarët kanë mendrime të ndryshme për sa i përket më të mirit nga këto haxhe që do t'i transmetojmë tani. Hadithi 225. Ebu Hamza Nasir ibn Imran ad-Dabiu thot, pyeta Abdullah ibn Abbasin për haxhin të Mettu. Ai më urdhroi për ta kryer atë, më pas e pyeta për kurbanin. E ka pyet Abdullah ibn Abbasin, normalisht ka qenë e njerëzve që pejgamberi s.a.s. ka bërë dua për Abdullah ibn Abbasin. O Allah, mësoja diturinë e Kur'anit, komentimin e Kur'anit, Abdullah ibn Abbasit, djalit axhës pejgamberit alayhis salatu wassalam. Thot, më tha, e pyeti për kurbanin, më tha, lejohet ose një deve, ose një lop, ose një dele, ose të bashkosh me disa të tjerë në kurbanin e një deveje, apo një lope. Disa vetë, si qysh është kurbani, apo të na, bashkojnë disa vetë dhe e prejnë kurbanin. Thot Ebu Hamza, njerëzve sikur nuk i pëlqej ky lloj haxhi, rash të flija. Masi që ja thash, edhe rash të me flajt. Pastaj thot, në ëndër më bë sikur një njeri më thiri. Hax dhe umra të pranuar. Vllazni, ëndrat e besimtarve janë shpallje. Një pjesë e shpalljes është. Nëse nuk bien ndesh me tekstet shariatike. Bile pejgamberi alayhis salam ka thënë në një hadith që ëndrat kur afrohet kiametit besimtarve, që shihen qashtut edhe ndodhin. Bën realitet. Apo përkundër asaj që është edhe shpallje. Nëse është ëndër që është tamam prej Allahut subhanahu wa taala, sepse na e dim që ekzistojnë 3 lloje të ëndrave. Apo ëndra prej Rahmanit, prej Allahut azza wa jall, ëndrat prej shejtanit, edhe ëndrat prej çkajt? Prej preokupimit tuaj ditor. Ty për shembull kjo ëndër diçka me kryp, pak para se me fjet menja tankon te uji, edhe ku ti shohësh veç lymajt përpara aty, qeshme ti shohësh përpara. Domthon kjo nuk është, kjo është për preokupimit apo tuaj. Pastaj thot, shkova tek Ibn Abbasi dhe i tregova ëndrën, çaj që ka pyet. Më tha Allahu Akbar, ky është suneti i Ebul Qasim. Kush është Ebul Qasim vëllazë? A dini? Muhamedi alayhi salam. Ebul Qasim, baba i Qasimit, djali i pejgamberit alayhis salam, Qasim e ka pas. Edhe është mirë kanë thënë ulemaja që edhe fëmijës vogël për ta përgdhel apo për ta munia i me një aspekt si i rritur, mi thon djalit ton që i ka 4-5 vjet apo 7 vjet, mi thon o Ebu Abdullah, baba i robit Allahut, që nesër e ka më bojë inshallah. Domthon mi thon Mosni ka pas raste për shembull në perandorinë e Osmanit 12 vjeç ka qenë komandant i ushtrisë. Ka thënë 12 vjeçar. Ka qenë komandant i ushtrisë. Veç krahasoj rinin ton 12 vjeçar. Çka kanë mundësi me bu krahasim me ta. Aleikum salatu wa barakatuh. Kuptimi i përgjithshëm, arabët në ignorancë konsideronin umrën kohën e haxhit nga punët më të ulta. Për atë arsye edhe ky dyshoj. A pe kuptani? Pyetja që ke ndaj Ibn Abbasit. Ky e pyeti për Ibn Abbasin, haxhi dhe umra, tash herë diçush çudi herë. Po kupton, Bilal? Inshallah. Edhe herë çudi. Pse? Se arabët në ignorancë umrën tek haxhi e konsideronin si punë të keqe. Edhe çka tha? Derisa erdhi Islami i cili zhduki këto ide të kota të pabaza, thot Allahu azza wa jall, e kur jeni të sigurt, ai që e bën umrën para haxhit duhet të thirr një kurban që vjen më lehtë. Çfarë ajeti kuranor? Argumenti i qartë. Në suratul Baqara, ajeti 196 për këtë haxh. Gjithashtu kryera e umrës pejgamberit alayhis salam në muajt e haxhit është abrogim me vete i këtyre bestytnive. Abrogim është anulim i dispozitës, apo më thonë anulim i asaj që kanë menduar ata që nëse bën umrën në haxh, në kohën e haxhit, është prej veprave të këqija. Për këtë Hamza e pyeti Ibn Abbasin për çështjen e umrës edhe herë çudi, apo dhe pastaj Allah subhanahu wa taala që ëndrën e pa ëndrën dhe i tha. Në ndërherë dhe i tha, haxh dhe umra, apo umrë dhe haxh të pranuar. Dhe kur ja tregoi Ibn Abbasit, Ibn Abbasi i tha subhanallahu. Kjo është rruga pejgamberit alayhis salatu wassalam. Apo a dini që është ngrit një dispozita e zonit nëpërmjet ëndrës, apo? Sepse ummetet e kaluara që kanë pas, i kanë thonë Resulit alayhis salatu wassalam, ta bëjmë se tash ka folë me sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu ka folë me sahabët dhe ju ka thonë
çka të bëjmë për thirrjen e njerëzve për namaz. Apo, dikush ka thonë hajt një zjarr ta qesim. Sigur pagan ta bata. Dikush ka thonë çongën ta bëjmë si këta të krishterë që shekan. Edhe mbetet kjo njëherë si pezull për momentin. Kur një person i quajtur Abdullah ibn Zeid, inshallah nuk e ku marru emrin, do më thonë çka? E she ondër e zonin. She ondër e zonin. Pikërisht çysh është e zoni jo. Edhe ja transmeton ondrën Muhamedit a.s. dhe Muhamedi a.s. e bën të ligjësume e zonin, do më thonë që e ka pa në ondër, dhe kjo është që ëndrat janë shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Mirë po duhet me pas kujdes se në këtë ondër shumica prej sufive kanë deviju, shumica prej dervishve kanë deviju. I vjen shejtani në forma të ndryshme dhe i thot ti e boj evliaj Allahut, për ti prekën halal, apo dhe gjatë ditës i vjen, ka pas raste prej sufive, e kanë ngrit kokën qiell edhe e kanë pas një lloj pallati të madh, tu më nuk që është arshi i Allahut, i ka organizuar aty, i ka thonë për ty kret halal i ki. Dhe ti bie ka nis me pi me alkool, me sen, mos e unë jam njeri mri. Do të pas kujdes në këtë çështje, nuk është hajgora, apo kupton? Domthon ondra nëse bien kundërshtim, apo e kumpa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të rrum me mustiqe. Para më. Kjo nuk ka si që shkarë në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kushdo që më sheh mua, në të vërtetë që më sheh mua, në të vërtetë më ka pa thot mua. Sipas çysh, sipas cilësive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me mjekër, me sen, me gjitha ato i gjatë, as i gjatë as i shkurt, as flokë të mëdha të shkurta shumë, mjekrën e gjatë e kështu me radhë. Pastaj thot Ibn Abbas i informoi se më i miri kurban është devja, pastaj lopa, pastaj delja, bashkimi i 7 vetëve në kurban të vetëm deve, lopa e dini këto. Nga që ëndra e mirë është pjesë e profecisë. Dhe Ibn Abbas u kënaq dhe u përgëzua që Allah i madhruar i kishte mundsuar të gjykonte saktë mbi këtë gjë. Çka përfitojmë nga ky hadith? Përfitojmë që lejimi i haxhit tamattu u aprovua më pas nga unanimizimi i gjithë dietarëve musliman. Më thonë, haxhi tamattu është umre, paraprakisht, hiqesh pi ihramave, e kryen umrën, që kryet për disa orë, pastaj e pret haxhin, e bën niyetin për haxh, që ky quhet haxhi tamattu që e bëjmë na. Mos e harroni. Pastaj hadithi 226. Hafsa radhiyallahu anha bashkëshortja pejgamberit alayhis salam tha: "O i dërguari i Allahut, si është puna e njerëzve që e hoqën ihramin pas umrës?" E hoqën ihramin pas umrës. E ti se hoqe? Thot, e ti jo. Tha pejgamberi sasam, unë i lidha flokët dhe e kam shënuar kurbanin dhe nuk e zhvesh ihramin derisa ta pres kurbanin. Më thonë, këtu pi bjerë që se ka bo haxhin tamattu, apo? Mirë po na thamë që ka disa lloje të haxhit. Pejgamberi sasam e zhveshi ihramin dhe bëri niyetin në haxhin lamdumirës, për umre dhe haxh së bashku. Gjithashtu kurbanin e mori me veti, i lidhi flokët që më pas që të mos i shpërndaheshin nga se do të qëndronte gjatë me ihram. E vështirë është. Që kjo junja është më e mira. Për shembull këta që shkojnë e bëjnë mas pari e bëjnë niyetin për umre, e kryjnë edhe e presin haxhin. Presin disa ditë, 4-5 ditë, se me çështa me ihrama është vështirë, apo edhe plus nxehtë. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e priti domethënë deri disa sahabë që janë ndërsa disa të tjerë e bën niyetin për haxh tamattu, shumica atyre nuk kishin marrë kurban me vete e disa të tjerë, po te haxhi tamattu nuk e merr kurbanin me vete, ndërsa te haxhi tjetër e merr, apo haxhi qiran. Bukur. Hadithi 227. Imran ibn Husein radhiyallahu anhu thot: "U zbrit ajeti i haxhit tamattu në librin e Allahut dhe ne zbatom atë me të dërguarin e Allahut. Pas kësaj nuk zbriti ndonjë ajet që ndalonte dhe as vet pejgamberi alayhis salam nuk e ndaloi këtë formë të haxhit derisa vdiq. Për cilën haxh? Për haxhin tamattu. Andaj dhe burri që ka folur për këtë çështje ka folur nga mendja e vet, thot. Transmeton Buhariu thuhet se ai ka qenë Omeri, ndërsa tek Muslimi transmetohet zbriti ajeti haxhit tamattu dhe i dërguari i Allahut na urdhëroi ta zbatonim atë mbas të ajetit kuranor. Dhe ajeti kuranor na ka udhëzoi për haxhin tamattu që është umra, pastaj që është haxhi, dhe as i dërguari i Allahut nuk na ndaloi derisa vdiq. Kuptimi i përgjithshëm i këtij hadithi, i këtij tekstit hadithit. Imran ibn Huseini që e ka transmetuar këtë hadith
thot përmend se haxhi temettu është ligjësuar nëpërmjet ajetit kuranor dhe nuk ka dyshim edhe nuk lejohet me dyshu dikush që nuk lejohet haxhi temettu. Se ka pas disa prej ulemave me argumente të përgjithshme apo duke e mohuar, mirë po nuk lejohet. Thot këto janë burimet kryesore të legjislacionit islam. Allah azza wa jall çfarë thot? E kur jeni të sigurt, ai që e bën umrën para haxhit. Dhe thot, duke thirr një kurban që i vjen më lehtë. Që kjo është ajeti që e cituam më herët. Nga suneti e kemi miratimin e pejgamberit alayhisalatu wassalam. Na e dim vllazni suneti. Çka është suneti? Është fjala e Resulit alayhisalatu wassalam. Qaul. Apo tjetra çka është? Është veprimi i Resulit alayhisalatu wassalam. Dhe e treta është miratim. Fjala, veprimi, miratimi. Miratimi çka është? E shet dikonin duke e bë, nuk ja refuzon. Çka është miratim? Sepse kur një sahabi e ka bën një vepër, nëse ajo vepër ka qenë kundërshtim me sunetin e pejgamberit alayhis salam, Resulullah alayhis salam për një herë ka ndërhy dhe i ka thonë gabim e ki. Mirë, po përderisa e ka buaj ato, nuk ka ndërhy, i bie që është sunet i pejgamberit alayhis salam. Ajo kujtohet në një që e dini kret, po s'po di ajo kujtohet. Një vepër që e ka bën një sahabi, edhe Resulullah alayhis salam thotë çka ki buti diçka që ti kum po thot nallët e tua i ka fort 2 recate. Ai paraprakisht s'ka pas argument. Bilali. Mirë po thot çka i tu bo Bilal diçka që ti kum një nallët e tua në xhennet. Thot vallai nuk di veç e di që pas çdo abdesti kum fal 2 recate, thot çka. Kjo është miratim. Çka është miratim? Edhe njëkohësisht është suneti i pejgamberit alayhis salam. Po dikush thot e kam por Resulin alayhis salam, si ka thonë Resuli, po thot e kum po, edhe kjo është veprimi i tij është sunet apo? Po ka dhe sunet ku thot qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Resuli alayhis salam kështu dhe kështu, apo ajo është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga ixhmaja sahabeve kryera këtij haxhi, nga disa sahabë dhe heshtja të tjerëve, duke qenë koshient për të, pasi u kry ky lloj haxhi, nuk zbritin ndonjë ajet që ja përgolte dispozitën e tij. Domethënë, kur disa e kanë bu dhe këta tjerë nuk e kanë refuzuar, atëherë bie që kjo është e lejuar. Si për shembull çështën e mjekës vllazni. Ka prej sahabeve që mbi një grusht e kanë shkurtu. Mbi një grusht e kanë shkurtu, e kanë marrë një grusht, shka i ka dalë mbi një grusht e kanë shkurtu. Pjesa tjetër e sahabeve i ka pa këta tu e shkurtu dhe nuk i ka kundërshtu. Atëherë bie që lejohet me shkurtu. Mbi një grusht është fjala. Pse tem e gjon kjo çështja e mjekrës. Përsa i përket ndalimit që i bëri Omar ibn al-Khattabi në muajin e haxhit, arsyeja ishte një e vetme, që shtëpia e Allahut përgjatë gjithë vitit të ishte e mbushur me vizitor, nëse ata do ta kryenin umrën me haxhin, nuk do të ktheheshin më në shtëpinë e Allahut. A pe vreni? Domethënë çështja e Omar ibn al-Khattabit nuk e lejoi me bë umrën dhe haxhin të njëjtën kohë, shkaku që qabja tjetë të nkohën me njerës. Për atë arsye, nuk e pranoj haxhin temettu, po themi kushtimisht, apo? Sepse kishte qëllimin që të ketë më shumë njerëz të nkohën. Njerë të vinë për umre, mas të vinë për hax. Po, tash njerëz ka shumë, së më shkështi njerë në umre, njerë hax, apo? Po shkojmë në edhe në umre dhe në hax me një pako. Apo me një pako që shkojnë muslimant. Çka përfitojmë nga ky hadith? Ligjësimi i haxhit temettu në Kur'an dhe Sunet, vdiq pejgamberi alayhis salam dhe nuk u anulua kjo dispozit, nuk lejohet marrja mendimit të ndokujt nëse bie ndesh me fjalën e Allahut të madhëruar dhe pejgamberit alayhis salam, edhe nëse e ka thonë Omar ibn al-Khattabi. E transmeton një hadith Abdullah ibn Abbasi. Edhe për një çështje të caktuar, binë më smarveshe, edhe i thot, unë po të thëmë, Ebu Bekri unë po të thëmë, që ka thonë Resuli alayhis salam, Allah ibn Abbas i transmeton hadithin, thot, ndërsa ti po më thu, ka thonë Ebu Bekri dhe Omeri, thot, kom frikë që ka më ra gurpi qillit. Pse Ebu Bekri dhe Omeri a kundërshtojnë fjalën e Resulit alayhis salam? Pse a thua vallë që thuhet në transmetime ka hi pejgamberi Ebu Bekri dhe Omeri, ka dalë pejgamberi Ebu Bekri dhe Omeri, tankun ka qenë Muhamedit alayhis salam dhe këta po e kundërshton Resulin alayhis salam,
Hasha, Allah në rrit, nuk themi na kur kështu. Por se a ka pas ndonjëherë kur Resuli s.a.s. me një mexhlis caktum, apo me një sahabit caktum, me një person caktum, e ka thonë një fjalë. E ka thonë një fjalë. Dhe nuk e ka një Omeri, a ka raste? Po, cili është rasti? Rasti është i murtohet. Abdurrahman ibn Aufi, para mënoj vllazni, për një hadith, për një fjalë të pejgamberit alayhis salam, Omeri e kthen ushtrin. Ta kanë qenë sabi, Allah, për çato bereqet ju ka thonë Allah. Ushtrin për merë, kret, ushtrin. Për çka? Ja Rab për ty me çliru që të vend. A ti shka do me thonë, ushtri për merë, gjithaj mund është, nuk është sikur sot. Edhe për qenë me një vend caktum, po dënë me çliru një vend. Edhe ka një që murtoja ka ronë atë vend. Qa me bo? A dini më najsen? Omeri për thotë. Vjen prej malit si të shpet Abdurrahman ibn Aufi, edhe thot, unë e di një fjalë që ka thonë Resuli s.a.s. Kur të bjen murtaja me një vend. Murtaja ka qenë smundje, po ajo mund të bëhet qiyas edhe me smundje tjera ngjitse, infektive që janë. Thot, kur të bjen me një vend murtaja, thot, ata që në maranda zbën me dal. Po këta që në jashtë zbën me hi. Që i bjerë këtë karantinimi. Që sot mjetë e shfrytëzojnë këto, e thonë. Edhe Omeri thot, ki frikë Allahun, që e të thonë? A është e vërtet që e ka thonë Resuli s.a.s. Po, e kthen ushtri. Për një hadith të pejgamberit s.a.s. Për një fjalë të Resulit s.a.s. Pse e kthen? E din Omeri radiallahu anhu që një fjalë me kundërshtu, hubbetia. A e dini rastin e atyre 50 shigjetarëve? 50 shigjetarë për një urdhër të pejgamberit s.a.s. me hupën betejën. Një fjalë. Sa fjalë na jes. Hajta që e kom një jetën unë e mirë, mëse ki galit. Hajta, unë e të mirë të Allah të kom. A që e kundërshton urdhën e pejgamberit s.a.s. se ka gale. Po s'tje brezhet. Nuk i ka dhonë. Sahabi, subhanallah, edhe veç pse i ka thonë Resuli s.a.s. mos i lëshoni pozicionet. Edhe menun që u kry lufta, subhanallah. Edhe i pan plashkat e luftës, njëri është që shto të vla. Zbritën poshtë, mi marë plashkat, mrapa i shkrunë mushrik, edhe i vrajtën. Po prapë Resuli s.a.s. ju tha, të vrarit ton jënë gjennet, të vrarit e ju jënë gjennet. Apo, për kundër asaj që e humbën betejën, prapë Resuli s.a.s. tha, të vrarit ton jënë gjennet me linë Allah s.a.s. Hadithi 228. Abdullah ibn Omer radiallahu anhu transmeton se pejgamberi s.a.s. bëri niyetin në haxhin lamtumirës, për umrë dhe haxh zbashku. E mori kurbanin me veti që nga Dhul Hulejfe. Dhul Hulejfe është vendi ku duhet me bo mikatin apo, më thonë, niyetin. Tek niyeti për kallëzaj Imam Malikun e pysin, sa kanë qenë strikt ulemaja e selefit, subhanallah. Për thënë Imam Malikut, që tu është tash vendi ku e ka bo pejgamberi a.s. mikatin, ku e ka bo niyetin. Thot, o imam, thot, ka mundësi me 2-3 km pak ma larg, apo po themi 5 km ma larg. Thot, kom frikë që ka për të zënë një fitne. Para nësat kujdesshëm kanë qenë. Shumë losh që tu, hajbe një 5 km, se s'ka problem. Në prezent du të me bo, Prishtinë e bëjmë, se s'është problem. Kanë qenë të kujdesshëm dietarët e selefit. Pse? Jënë friksu mos po e kundërshtojnë urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, e bëri niyetin për umre e pastaj për haxh. Kishte disa njerëz që e bënin niyetin për haxh temettu. Disa kishin marrë kurban me veti, e disa jo. Këta që e marrin kurbanin me veti, thamë që është Kiran, haxhi Kiran. Haxhin temettu nuk e marrin, apo kur mbërriti profeti alayhi salatu wasallam në Mekke, u tha njerëzve, kush e ka marrë kurbanin me vete, mos të lirohet nga ihrami Kiran. A jemi në rjedha, vëllazni. Temettu, Kiran, edhe mufrad, ifrat. Më thonë, temettu është mëspari, edhe njëherë. Temettu është ihram, dhe më thonë, umrea, dalish për ihramave, presish haxhin. Ndërsa, Kiran, i ki të dyat për njëherë. E ki umren, po se hekish ihramin. Deri sa ta kryen haxhin. Po, edhe një rond është që këtu du të me marrë me veti, delem. Me marrë kurbanin, është e rondë, si do mos prej na që shkojmë piktuit, që kjo është Kiran, dërsa ifrat, ajo është vetëm pa umra. Bukur, kush e merr kurbanin për vete, me vete, mos lirohet nga ihrami, le ta pret haxhin, domethënë, apo.
thot, duke mos kryer vepra, gjëra që janë ndaluar prej tij derisa ta mbarojë haxhin. Kush nuk ka marr kurban me vete, le të bëj tavaf rreth Ka'bës e të ecë midis Safat dhe Mervës, të shkurtoj flokët dhe të lirohet nga ihrami, më pas le të bëj niyet për haxh dhe të therrin kurbanet. Kush nuk gjen kurban le të haxhiroj 3 ditë në haxh dhe 7 kur të kthehet në familje. Merr një pyetje para 2 ditë, edhe një motër po do me shku në haxh. Edhe i kanë marrë menstruacionet. Para më në çfarë kader, subhanallah. I kanë marrë menstruacionet para 2 ditë, apo tan. E ta çush mi apo? Niyetin ti po bën piktujt. Duhet me bën niyetin. Po ti sun kryen umre, se je me menstruacione. Ç'a më bëu atëra? Ti him me niyet për umre, mirë po duhet me prit deri në haxh. Se su ndalish. Se ti duhet me kry umren, pastaj me hek, gruaja s'hek ihram, po lirohet prej ihramit, po themi, apo don, lirohet që i prejnë edhe ato flok. Qysh mi apo? Dietarët kanë komentuar dhe kanë thonë. E bën niyetin piktujt? Në aeroplan, po domethënë që nisesh për Saudi, për Mekke, e bën niyetin edhe pret desa të pastrosh prej menstruacioneve. Momentin kur pastrosh prej menstruacioneve, nëse t'jet 1 ditë 2 para haxhit e kryen umrën, edhe lirosh për ihramit. Po nëse nuk mundesh, nuk lirosh, që e bëjsh kiran atëre. Më thonë, se për dini Aisha që i ka ndodhur rasti, atëre, më thonë e ka bën niyetin jashtë Mekkës, është më thonë xhamia Aishës që i thonë, më thonë, që e marrin disa dhe për me bë umrën e dytë, shkojnë te xhamia Aishës, po kjo ka qenë specifike për Aishën, s'ka qenë radiallahu anha, s'ka qenë për neve, më thonë. Pastaj thot, profeti alayhisalam pasi mbërritin në Mekke, gjëja e parë që bëri ishte përshëndetja e këndit të gurit të zi. Guri i zi që aty fillon tavafi. E shihni ata që kanë shkuar e shohin është një dritë e gjelbërt. Piç aty të fillon tavafi. Kur të kthehesh, vjen aty, bëhet 1 herë, 2 herë, 3 herë, më thonë i bën 7 herë. Pastaj nxori në 3 rrotullimet e para rreth Ka'bës dhe ecin normal në 4 të tjerët. Në 3 të parat e kemi transmetu hadithin në javët e kaluara, derset e kaluara, Resuli alayhi salatu wassalam i ka bë duke ecë më shpejt. Duke ecë shpejt. A vëni pse ka ecë shpejt? A të kujtohet? Fa. Mushrikt i kanë akuzuar këta të lodhme, të këtyre që shpovin. E Resuli alayhi salatu wassalam për mu tregu krenar, i ka thonë ngani, vraponi. Më thonë ecni më shpejt me një aspekt. M'ju kallëzu që muslimanët janë të fortë. Në çdo aspekt muslimani duhet mu një krenar. E pse muslimani sot nuk njihet krenar kur e fal namazin, i vjen marrë me kallëzu çafirave apo rrethit punës së, s'po fal na unë. Pse? Jo falu se ti je më i lartë se ata. Allah i ka përmend jo besimtarët, jo muslimanët që janë më të ulët se sa kafshët, o vëlla. E ti Allah të ka ngritur me Islam subhanallah. Pastaj thot, dhe eci normal në 4 të tjerët. Pasi mbaroi tavafin rreth Ka'bës, fali 2 rekate pas mekamu Ibrahimit. Dini mekamu Ibrahim që është aty në drejtim. Falësh drejtim mekamu Ibrahimit edhe Ka'bës i bjerë më fal në drejtim. Se që aty është. Më pas shkoi te Safa Marwa 7 herë dhe eci ndërmjet tyre 7 herë, nuk u lirua nga ihrami dhe as që kreu ndonjë punë që ndalohet në ihram, vetëm pas mbarimit të haxhit. Cili haxh është ky? Vllazni, hajde, falni. Që nuk u lirua nga ihrami? Kiran. Nuk është temettu. Apo? Sepse nuk u lirua nga ihrami, po e priti haxhin. Bukur. E preu kurbanin e venditën e kurbanit, shkoi në Ka'bë, e bëri tavaf rreth saj, më pas u lirua nga ihrami, njerëzit e kishin marrë kurbanit me vete, veprona ashtu siç veproi pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit. Profeti alayhi salatu u nis për në haxh, bëri niyetin dhe veshi ihramin në Dhul Hulejfe, mikati i banorëve të Medinës. Ky ishte haxhi i fundit i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku i dha lamtumirën familjes, njerëzve dhe shtëpisë së shet pasi e plotësoi detyrën e mesazhit të fesë. E bëri niyetin e veshi ihramin për haxhin Kiran. Se transmetuam hadithin apo i boni të dyja të bashk dhe nuk e iki ihramin përveç se kur e kryti haxhin. Pastaj thot disa e bën niyetin për haxhin tamattu duke pas për qëllim vetëm umrën e pas mbarimit të saj do ta bëjnë niyetin për haxh që e bëjmë na këto apo kur pejgamberi alayhis salam u afrua afër Mekkës i nxiti sahabët që nuk kishin me vete kurbane dhe kishin bërë niyet për haxh, mufrid dhe kiran që ta kthenin haxhin në umre. Haxhin në umre. Domethënë ata kishin nis me bu haxhin kiran.
Mirë po kur Resuli a.s. e pa që si kanë marrë kurbanet me veti, tha ndrënë njetin. Tha bëne, haqin të metu se si kini ato, nuk i kini kurbanet me veti. Edhe e ndru njetin ata, po, për me bo haqin të metu që mu liru prej hramave, prej dhe më thonë, prej umrës. Profeti a.s. pasi mbëriti në Mekë, gjëja parë që bëri, tham e përshëndeti gurin e kështu me radh, i lejot personi që nuk ka marrë kurban me veti ta ndroj haqin, dhe më thonë në umra. Dhe për fund e kemi mendimet e dietarëve. Haxhi pejgamberit a.s. ishte mufret, kiran apo temettu. Dietarët se thonë se haxhi profetit ishte mufret, argumentohet me argumentet e më poshtme. Nga Buhariu dhe Muslimi transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, dole me pejgamberin a.s. në haxhin lam tumiras. Dhe thotë kishte prej nesh që bënin njetin për umra, të tjerët për haxh, dhe umra së bashku, dhe kishte të tjerë që bënin njetin veç për haxh. Profeti a.s. e bënte njetin veç për haxh. Me thonë, kemi argument që pejgamberi s.a.s. e ka bo haxhin pa umre. Që ky haxh pa umre çyshke? Mufret. Mufret është njëjës, apo kupton një, domethënë arabisht. Ibn al-Qayyim thotë se njëti pejgamberit a.s. në haxhin e tij ishte vetëm për haxh, pastaj sjell hadithe që vërtetojnë këtë gjë, disa prej tyre gjenden tek Buhariu dhe Muslimi, e kështu me radh. Pastaj kemi dietarët kanë mendrime të ndryshme për sa i përket haxhit më të mirë tash. Cili është haxhi më i mirë? Tash to 3 lloje, për shtyve 3 lloje, cili është haxhi më i mirë që kanë konsideruar ulemaja. Imam Ahmedi ka mendimin se haxhi temetu është më i miri nga 3 llojet e haxhit. Nga 3 llojet e haxhit është më i miri haxhi temetu që e bëjmë na edhe trojet tona krejt. Nuk ka dyshim se pejgamberi sa e bëri edhe haxhin kiran, që shton haditha, po. Por temetu ishte më i dashur tek ai gjë që e zgjodhi midis 2 llojeve kur tha, sikur të kthej. Dhe një herë ajo që kaloi nuk do ta kisha marr kurbanin me veti, vërtet do të lirohesh nga ihrami ashtu sikur se ju. Se ka bo, po thot sikur ta kisha kthyer një herë mbrapa, e kisha bo sikur ju që po bëni haxhin temetu. Kjo është një keqardhje për gjërat e shkuara. Ai sallallahu i bindi sahabet derisa të kryenin haxhin në umra, nga se dietarët që zgjodhen temetu ishin Ibn Omeri, Ibn Abasi, Ibn Zuberi, Aisha, Haseni, Atau, Tawusi, Mujahidi, e kështu me radhë. Në këtë çështje qëndron një mendim i mesëm i cili bashkon argumente duke thënë temetu është haxhi më i mirë për atë që nuk sjell me vete kurbanin. Mirë po, kur ta sjell kurbanin, atëherë bie që kirani është më i mirë. Thjesht jenë mundu me gjetë një mesatare rreth kësaj çështje, dhe për fundi Ibn Qayyim thotë se ky mendim është i shehut ton Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Bazat e Imam Ahmedit përkajnë të njëjtin mendim, Imam Maliku dhe Shafiu janë të mendimit se haxhi më i mirë është ifradi. Më thonë ifradi që e ka bo Resuli a.s. dhe në takimin e radhës me kurbanin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk. Nëse keni diçka me pyet.